Nga zoteknika, kandidati PD-s për qakun Shkodër Arben Lusha akuzoi pushtetin vendor dhe qendror se kalën këtë lagj në harres, tekstet e vetmet vite ku Shkodër u bë kantier ndërtimi ishin ato 2005-2013, ku ndërtuan rrugë pedonale, shumë investime të tjera mallore për Shkodrën. Partia Demokratike ka një program model. Është i besueshëm sepse nga viti 2005 në 2009 Shkodra ishte kthyer në kantier ndërtimit. Për 4 vite u ndërtuara Agunc, për 4 vite u bë rruga Shkodër-Moriçan, për 4 vite u bë rruga Shkodër Hani Hotit, ta marrë Hani Hotit, vërmosh, nuk meti rrugë po bënin 4 pedonale në Shkodër. Po Partia Demokratike në 2009-2013 janë investime të dukshme. 12 vjet në qeveri e vind, Kërsa Shajduti, kriminali, banditi. Të 12 vjet asnjë investim nuk ka bërë Shkodër përveç 2 vjetëve të fundit që kanë marrë lek, bashkinë e grabite, nuk e fituar. Benedi besoj që brenda bashkë vllai do të shkojnë dorë, bandit, hajdut, kriminal. Nuk e kanë gjatë. Ta janë trupën. Dhe kur bën takimet elektorale, si që bani të Hajduti shqiptare, Edi Rama bashkë me këtë banditin e Shkodrës Beretbesin, të gjitha shkollat në metin, fëmijë, adoleshentat. Me një moment të rapim një herë mirë rrugën këtij kriminalit që kena pushtet, dhe të vinë njerëzit e duhen. Ai që prej një votë një cili do demokrat. E pa kur shtrejt. Nuk ka band në këtë vëma me sa një vërgjim për minister, këtë siguret. Edhe këta që mendojnë me prejkë votën e shqiptarëve, ka siguret se që bie minit më fut. Kryetarja PD nga Shkodër Eliona Shkreli u ndal tek rëndësia e votës me 11 maj, e cila duhet të jetë për numrin 1 dhe PD-n. Arben Lushaj, i cili ka një kontribut të madh në Partinë Demokratike, i ka ndaj afër njerëzve që kanë pas nevojë, 6 i kena të padiskutueshëm. Edi Rama këtë rallë absolutisht që jo në Shkodër, por në tonë Shqipnin nuk ka ma vend, për shkak të gjitha gjanave që ka ba të mrapë, sa kuptohet se të mira s'ka pru asnjë në këta 12 vjet. Zoteknika dhe gjithë kryerësi ende vuajnë mungesë infrastrukturës, kanalizimeve dhe ujit të pishëm. Banorët e zonës premtuan mbështetje për Partinë Demokratike në datën 11 maj, që Shkodër të përfaqësohet me numër të lartë deputetësh në parlament.